Gatimi më i shpejt kur kthehem nga puna, nga shkolla, është karkaleca deti me pilafë ose ndonjë peshk tjetër, solomo ose çfarë lloj peshku, se zihen me një herë, do me thënë në 10-15 minuta duan të përgatiten edhe të ziejnë së bashku. Unë karkalecat zakonisht i shoqëroj me pilaf se na pëlqejnë, mund të shoqëroni me çfarë të doni juve, siç mund të shikoni tek pilafi e ka 1 me 2, edhe kështu e përgatitet shkujt një herë, edhe pastaj ja i hedh këtë tamerik që më pyesni gjithmonë pse e ka ngjyrën të verdhë pilafi, nga e merr ngjyrën e verdhë. Nuk është safran, është kurkumas quhet në greqisht, tani në anglisht tamerik, në shqip mbase kështu quhet, një sojë, edhe që merr këtë ngjyrën e verdhë. Te karkaleca siç i patu hodha qep, pak salcë, kripe dhe piperë, duhet të ndrojnë ngjyrë, që të marrin këtë ngjyrën në roz portokalli, çfarë është kjo. Unë i shoqërova edhe me një çik bollgur që e kisha të gatshëm, edhe me pilaf pastaj këta të tjerët.